Barometri Euronews Albania ka zhvilluar matit e para zgjedhore për qarkun e Tiranës. Metodologjia e përdorur është sërish një kampion rastësor i shtresëzuar prej 1000 qytetarësh në të gjithë qarkun e Tiranës, të pyetur ball për ball. Pyetja më e rëndësishme se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot për kë do të votonin ata. 35.2% e qytetarëve janë përgjigjur se do të votonin Partinë Socialiste. 24.6% e tyre do të votonin Partinë Demokratike dhe më pas 5.7% e qytetarëve do të votonin Shqipëria bëhet, 4.4% e tyre Partinë Mundësia, 2.8% Lëvizjen Bashk, 1.5% Nismën Thurje, 1% e qytetarëve do të votonin Partinë e Lirisë, 0.9% e tyre parti të tjera. Ndërkohë 23.9% e qytetarëve janë të pavendosur. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, një pjesë e tyre tregojnë se nuk do të votojnë, ndërsa një pjesë tjetër përgjigjen se nuk e din ose kanë refuzuar të përgjigjen. Nëse do të bëhej një krahasim midis qytetarëve të qarkut të Tiranës dhe të gjithë qytetarëve të Shqipërisë për të njëjtën pyetje, duket se Partia Socialiste votohet me 3.9% më pak në qarkun e Tiranës se në nivel kombëtar, ndërkohë që edhe Partia Demokratike votohet 3.2% më pak në qarkun e Tiranës se në nivel kombëtar. Nga ana tjetër, të gjitha partitë e reja duket se do të votohen më shumë në qarkun e Tiranës se sa në nivel kombëtar, lidhur me pëlqyeshmërinë që qytetarët kanë për liderët e partive politike. 2 muaj përpara zgjedhjeve në qarkun e Tiranës, përgjigjja e tyre rezulton se i pari renditet Edi Rama me 50.3% e qytetarëve kanë mendim pozitiv dhe 47.1% mendim negativ. I dyti në radhë është Agron Shehaj, i cili pëlqehet me 29.9%, qytetarë të cilët kanë mendim pozitiv për të, dhe 39% që kanë mendim negativ për të. I treti në radhë është Adriatik Lapaj, 29.3% e qytetarëve të pyetur kanë mendim pozitiv për të, dhe 39.4% mendim negativ. Më pas vjen Sali Berisha, 28.2% e qytetarëve kanë mendim pozitiv dhe 66.2% e qytetarëve kanë mendim negativ për të. Ndërsa pyetje se cilin politikan qytetarët e qarkut të Tiranës mendojnë si më të përshtatshëm për të qenë kryeministër, 41.7% e tyre janë përgjigjur se më i përshtatshmi për kryeministër është Edi Rama. Pas tij në radhë me 19.4% vjen Sali Berisha, 8% e qytetarëve mendojnë Adriatik Lapaj, 6.3% mendojnë si kryeministër Agron Shehaj, 3.2% Arlind Qorin dhe 1.2% Endri Shabanin. Pyetje së dytë se cila është partia më e përshtatshme për të qeverisur vendin, 42.4% e qytetarëve shprehen se është Partia Socialiste, 23.6% mendojnë se është Partia Demokratike, 6.5% Shqipëria bëhet dhe 5% Partia Mundësia. 3.1% mendojnë Lëvizjen Bashk, 1.5% mendojnë Nismën Thurje. Përsa i përket parashikimit të qytetarëve në qarkun e Tiranës për zgjedhjet se cila parti do të fitojë sipas tyre, 60.4% e qytetarëve në qarkun e Tiranës kësaj pyetjeje janë përgjigjur se parashikojnë se zgjedhjet do të fitohen nga Partia Socialiste. Ndërkohë 21.3% e të pyeturve parashikojnë se zgjedhjet do t'i fitojë Partia Demokratike, 2% parashikojnë se do t'i fitojë Shqipëria bëhet, 1.4% mendojnë se do t'i fitojë Partia Mundësia dhe 1.3% parashikojnë si fituese Lëvizjen Bashk, ndërkohë 12.3% e qytetarëve në qarkun e Tiranës kësaj pyetjeje nuk janë përgjigjur.